Territori shqiptar për datën 24 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me diell pothuajse në të gjithë territorin, ndërsa në disa zona lindore do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Edhe gjatë pasdites, moti do të mbetet i kthjellët me intervale të gjata me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 10 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:41, ndërsa perëndimi rreth orës 19:37 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 20 gradë Celsius, Kukës 6 deri në 16 gradë Celsius, Peshkopi 5 deri në 14 gradë Celsius, Tiranë 12 deri në 18 gradë Celsius, Durrës 10 deri në 19 gradë Celsius, Kavaj 8 deri në 16 gradë Celsius, Elbasan 10 deri në 19 gradë Celsius, Berat 9 deri në 19 gradë Celsius, Korç 3 deri në 13 gradë Celsius, Vlorë 12 deri në 19 gradë Celsius, Gjirokastër 8 deri në 17 gradë Celsius, Sarand 10 deri në 19 gradë Celsius.